8 emrime, janë bërë 3 lirime dhe 2 riorganizime të misioneve konsulore. Antigoni Sufi, gazetari në Kalltapikam, zonja Agjiu, kemi po që shkarkuar nga pozita e ambasadorit Vebeb Miftari, a mundemi me i ditë arsyet sepse shkarkuar nga kjo pozitë? Unë nuk do ta quaja shkarkim. Çdo kthim nga misioni diplomatik nuk është shkarkim. Në diplomaci ka emrime, ka kthime, ka rotacion dhe ka nevojë që shërbimi jashtëm të funksionojë sipas ligjit dhe nevojave të shtetit. Sa i përket pra zotit Miftari, procedura për lirimin e tij ka filluar në vitin 2025. Unë kam trashëguar një numër të madh lëndësh, pra në raport me këto çështje, pra ato lëndi kam trashëguar nga presidentja Osmani, dhe aty ku gjithçka është në rregull, raport me procedurat, natyrisht që do t'i shtyej përpara dhe në këtë drejtim janë bërë 8 emrime, janë bërë 3 lirime dhe 2 riorganizime të misioneve konsulore. Kushdo që dëshiron informacione më tepër për këto, natyrisht që do t'jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë qasje.